Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sot me lejnë Allahut përmendim momentet kur sahabët dhe sahabiket fillojnë me kërkesën e ndërmjetësimit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që Mekja çlirohet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastrohet dhe fal namazin e çlirimit, që kështu njihet në historinë islame, salatul fath, namazin e çlirimit, që e fal 8 rekate, 2 nga 2, e që më pas Hani, vajza e Axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më mirë thonë edhe nga ana tjetër motra e Aliut radhiyallahu anhu, i thot ja Rasulullah, kërkoj prej teje të ndërmjetësoj, ti marrë nën besën teme, nën mbrojtjen teme, 2 familjar të burit tim. Si pas disa komenteve, thuhet që ka kërku që me marrë nën besën e saj, vjerin e saj dhe konatin e saj, si pas një transmetimi tjetër, si pas një shpjegimi tjetër, më mirë thonë, dikush thot që i ka marrë nën mbrojtjen e saj, 2 kunetnit e saj. Por generalisht El Hamawain, kur përmendet në gjuhën arabe, është për qëllim familjarët e burrit, prej më të afërmit deri te ai që është më i largët. Edhe pse më i logjikshëm është të jetë për vjerin ose për kunetnit. Kjo tregon rëndësinë dhe rolin e familjes së burrit tek muslimanët. Me kuptu rolin dhe rëndësinë e familjes burrit. Çdo gru, çdo besimtare me kuptu një realitet tillë. Mekja ka pas plot njerëz të tjerë, por kjo me autoritetin e saj që ka pas, si vajza e Axhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si një familjare e afërt e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ka shfrytzuar autoritetin e saj për familjen e burrit të saj. Nuk i tha se kam kurrxo familjen e burrit. Shumë ka dallim me thonë se kam kurrxo familjen e burrit, dhe shumë ka dallim me thonë se kam s'është gjakjem familja e burrit. Është e vërtetë se e ka për një familje tjetër. Këtë po e tham nga se kohëve të fundit po përzihet sheriati me edebin, me terbijen. E disa nuse të reja, duke dash mi hik përgjegjësisë dhe rolit që duhet me bartë ata, përdorin terme sheriatike që me hik përgjegjësive të veta. E thonë familjen e burrit se kemi gjak, se kemi në obligim me i bo sajgi familjes burrit, që se kemi gjak, se kemi në obligim me i bo respekt vjerit, e kunatit, e filonit, e alanit, se si kemi asgjo ato. Si ke asgjo me gjak, është e vërtet. Ama edhe burjot se ka asgjo me gjak babën tënd. Po i thot babgjesh dhe i bën respekt. E as vllajna asaj, e as mikun vllajnë e grus se ka kur gjo me gjak, po kur vjen ja ban darkon deri në gjumë, që themi na shkupjanqë. E respekton dhe ndëron, ku e shen rrug, i thot merhaba, selam aleikum, i ofron çaj, kafe, respekt, muhabet. Dhe nëse burri dhe gruaja më mirë thonë, duhen mes vete, atëja kësaj dashurie duhet të respektojnë edhe familjet e njëri tjetrit. Shifeni, deri para pak kohë, këto kanë qenë njerëz pa fe, kanë qenë mushtrik. Me gjitha dzezat që i kanë pas, e kanë pas një dashuri dhe një respekt ndaj burrit. Se gruaja pika e ka njoft vjerin, e ka njoft vjerin kratë burrit. E nëse një gru hakikat e don burin e vetë, e respekton edhe vjerin e vetë. Nëse hakikat e don burin e vetë, e respekton edhe vjerin e vetë.
E nëse hakikat ka vendosur me ardhë me jetu me një familje, ajo ka ardhë nuse. S'ka marrë nuse ajo. Se disa tri në zamanin tonë kina nisë sa me marrë nuse i nga të dhonë djemë. Shkone ka nga tjetër, dele dhe me aron familjen e vetë. Kjo dallash është. Na hanedan kina marrë nuse. Së është rendi me dhonë djemë. Djali nuk shkon nuse. Nusja vjen nuse. Ne ta kuptojnë këtë rritë. Ani do të ri prej gabimeve të mdhaja që ndodhë edhe emrat i ndrojnë maj si fejon. E shkruan emrin e vetë, emrin e nusës vetë, masonin mbi emrin e vetë. Thu se kjo është gjallë i kësaj. Se njeri e shkruan Muharrem ibn Rushdi Ismail. Kështu është rregulli i shariat. Muharremi i biri i Rushdijës i familjes Ismaili. Jo kime shkruajt Muharremi i biri i filanës i familjes filan. Po e marrë shembull vetën që mos ofendohet dikush. Me të vërtetë të janë shumë momente prekse dhe që të neve duhet me reflektu. Muhanin që këtë të lovi, halo gjendje lufte ka në Mekë, Henës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kam i shpall fletarestet e veta për njerëzit që janë të kërkuar të gjallën se të vdekun për mi vra, ku t'i gjeni thot vritni, 9 veta. Henës do shpallën fletarestet. Muhani shfrytëzon këtë rast me ndërmirësu për familjen e burrit saj. Me kuptu se një gru kur vjen nuset e një familje, ajo ka të me jetu ma aty, ajo është bo pjesë atymve ma, nuk është jaban gjike aty. Dhe familja e saj është familje ku ka ardhë. Dhe lidhet ma atë familje. Vallahi një dit, me një mezhlis jam habit, ku kam ri dhe regja jonë, që përmendën një rast ku një babë në ditën që ka përcjell nuse bijen e tij, i ka thonë bijes vetë, maj se kanë hip vetur nuse e din e të në adetet si është, i është afru bijes vetë në vetur, ka thonë qikës vetë, që e dullakin pak? Se nuset të na dalin me dullak se kajnë perde, kajnë mara. Mos mi pa këtë dunjoja ashtu, si du të me pa dhondre. Jo me dalë në për kala, e mu borë rezil. E kushmëria ati rrugës me bo selfie me backgroundin e nuseve tona. Ti mledh me mend se mare madhe, rezillëk e madhë, zdi si të folja ati, dhe shkem rezil. E musliman që veç ato jo musliman që puthën bus, në musliman që e kina nxerë midis kalajës mu puthën balë. Zotë ajri në adhashtë, Allah, se di. Se di, mare madhe, buri me puth grunë, nuth, mare madhe. Këto shtoj pak me musliman që këto me bismillah e kanë nxerë në balë mu puthë. Nuth. Ska të bojë kjo me islamin, as me edebin, as me terbijen. Son regull kjo. Rruga nuk është për të puthe, për të tregu se shumë i dojna gratë e tona. Ka ku të regon se e donë grunë tonë. Dhe i kishton bijës vetë. Këshire babën si? Po baba, që është të kajtë, u mërzita e ngrata, si, o të shku ma nuse, këshire këtë shpijen? Ma mu së më ki babë, kjo shpi nuk është ma e jotë. Baba jotë është filoni, shpia jotë është kuj të shku të buri jotë. Këtu ma haroj se këthesh. Ajdu dhe martë kofti ka tha. Ha? U dhe martë kofti ka tha në bjejnë. Respektoje vjerin tëntë, respektoje burin tëntë. Jo mi thonën, këshire baba, kush të aprish, këtu ja mune, ti, këtë ven shkel ma ti, të une më njëra. Për qatë nejnat, masajnë vima në kohimi, i ka fajt dhondri, i ka fajt vjera, i ka fajt filoni, jo me fajt tiki, o burë.
ti ki fajt. Se është prish reni i burnis, është prish reni i islamit, është prish reni i edebit, tërbijës. Kush i flet bijës vetë për vlerën e vjerit, për vlerën e vjerës, për respektin. Andaj trejat nuk din as vjerë, as kunat, as vjerë, as kunat me respektu. Pse se ndin vetën se janë familjet vetë dhe gjitha ta si bëjmë për 5 para. Sinqerisht, nëse dikush e se gabim jam këto, se diku janë dëgjova një zonë mirë është të më replikoje. Bash du me ditë nëse jam gabim. Adim me shumë zëmërgjërsi, ka me thonë, ma banë Allah, vallahi, se unë jam gabim. Se din, do shto unë i kam do meselet vjetra, i kam starovremski me ato gjallartë, pletë që i kom su, do shta jam demode, jam mod 1982, jam kupta. Ka mundësi, s'jam in, s'jam online, s'jam në rjeda, s'jam bo update. Nëso që ashtu në të regon dikush. Me zëmërgjërsi kam ja pranu. Se gjitha këto lëshime reflektojnë pastaj në shoqërinë tonë. Disa herë e këshira komentin e kësaj, kush është Hamauen? Qysh mundet kjo grunë, këtë të lovin, këtë gjendje luftarake, me i dhonë për parësi familjes burit saj? Qka e shtimi? Ajo ka pas edhe familjar tjerë. Ka pas edhe familjar tjerë në Mekë, për cilët ka mujt me ndërmjetësu për ata. Kjo ndërmjetësoj të Muhamedi s.a.s. për familjen e burit saj. A i bash merë qudi, e kum lexu ndoshta edhe ma herët këtë rast të këtë ndodhi, se ne kum kap këtë moment dhe këtë realitet, që Ummu Hani radiallahu anha ndërmjetëson për familjen e burit saj. Të shpesh do gjera na, duke dash me mshef epshin ton, i mshefim mas islamit. Shumë ka dalim me pas obligim, diçka shumë ka dalim me pas insanlëk, me pas muslimanlëk për diçka. Këtë për thamë veçanti për të rritë, që marton e nuk e kuptojnë realitetin e familjes së burit. Po edhe burat se kuptojnë realitetin e organizimit të jetës bashkëshortore dhe familjare. Me ullë, mu marrë vesh me atë domaqinkën e vetë, me thonë, pisot, kjo është shtëpia jote, kjo është familja jote, na jemi pisot gjakjot, na jemi pisot namuzi jote. Sot namuzi jote është pragi jemë. Ma shkele pragin dallash ti, ose dikush tjetër e kishkele namuzin të. Nuk ka më të baba jote. Je pjesë e jona, e jemi pjesë e jote. Allah i në udhëzofte me në vetë disoft, inshallah do të vazhdojmë javën e ardhshme, alhamdulillahi rabbil alamin.